Përshëndetje, shikues emisionit Zgjohu, kënaqësi të takohemi edhe sonte me një histori shumë unike, shumë prekse, por edhe shumë njerëzore. I ftuari ynë sot është Xhevdet Gashi, një shqiptar që jeton jashtë Kosovës, në Zvicër, po ai gjithmonë me zemër, mendje dhe përmes formave të ndryshme është gjithmonë prezent në Kosovë, duke u ndihmuar njerëzve në forma të ndryshme. Sot ne së bashku do flasim për dhimbjen, për sakrificën dhe për humanizmin e tij dhe kam shumë kënaqësi të kemi në studio Xhevdet Gashi. Xhevdet, faleminderit shumë që na ke nderuar sot duke ardhur nga Zvicra ekstra për emisionin Zgjohu. Falenderoj për ftesën, për mirëkuptimin. Ne nuk kemi njohur përpara, po jemi njohur tash. Ama unë të kam përcjell ty kohët e fundit mënyrën se si i udhëheq emisionet, temat që ti prekni. E the mirë një shqiptar që nuk jeton në Kosovë, po që është në Kosovë. Unë jam Xhevdet Gashi, vi nga Komuna 5, Lugu i Baranit. Jam i martuar, i kam 3 fëmijë, 2 djemë dhe 1 vajzë. Arsyeja pse jam sot këtu dhe pse kam qenë disa herë në emisionet të ndryshme televizive, është se tregoj gjithnjë për Norën. Arab Norën, na i thojmë Nora. Nora ka lind në Zvicër me një diagnozë spina bifida, është latinisht në shqip është shpina hapur dhe hidrocefalus është ujtë në kokë, në sistemin nervor. Ka pas një jetë vështirë, një jetë me plot sfida, me plot operacione të ndryshme në fillimin e viteve deri në moshën 15 vjeçare, mandej pak ma lehtë kështu. Kjo është një pasqyrë e imja sa për publikun tuaj. Gjithë pas se të kalojmë të flasim për Norën, fillimisht do flasim për ju profesionalisht. Do kthehemi mbrapa në kohë dhe gjithë historinë e jetës suaj do e tregojmë dalë nga dalë për publikun. Por rikthehemi që nga fëmijëria juaj. Si kujtoni ju atë kohë? Nëse më lejon, do të tregoj diçka që shpesh më kanë pyet edhe në Zvicër dhe kam tregu. Momentet më të mira të feminist, ku kam qenë 5 vjeç, 6 vjeç, 7 deri në 10 vjet, i kam kaluar me një kumbull, na i thojmë kumbull, ka ona e pesë. Kumbullat vjeshtore kanë qenë përpara shumë tamla, merrsha një copë bukë, një copë djath, dhe me kumbulla ushqimi jam i preferuar. Dhe kalvari i jetës nga çu prej Buçanit, fshatit lindjes në Gjakov, ku kam kryer shkollën, kam vazhduar mandej shkollën fillore dhe shkollën e mesme, nga mas shkollës mesme në Prishtinë. Po prindët e mi janë nda në atë kohë ka qenë diçka e rrallë ku dashin prindët, kam qenë vetëm 9 muaj dhe më ka rrit nana vetëm me sakrifica ndryshme, me një femini që është kanë mirë me harru, po nuk harrohet lehtë, me vështirësi të jashtëzakonshme, natyrës sociale, ekonomike, shoqërore. Një sfidë e jashtëzakonshme, një sfidë shumë e rëndë për nanën më së pari, edhe për mua si fëmijë, dhe frika ka qenë e nanës më së pari dhe ma vonë edhe imja se do të përfundoj keq. Por ndodhe kundërta, kam trashëguar shumë nga nana dhe luftova një jetë, edhe studiova, njoftova një vajzë këtu në Prishtinë dhe vazhdova në Zvicër. Po të hyj unë të flas për jetën time, është një histori e rëndë që na kushton kohë shumë dhe nuk e kemi atë kohë, e di që se kemi, se duhet të tregohet e tëra historia, edhe është gjatë, por them se unë ka pas periudha kur kam hangër bukë një herë në ditë dhe ato pak se s'kemi pas më shumë. Kjo i tregon gjitha. Dhe kjo ka lënë një përshtypje, një plagë në mendjen time se unë po të bëhem dokush në herë, kam me ndihmu njerëz tjerë. Ka qenë një dëshirë e madhe që unë ti ndihmoj njerëzve. Dhe mbas shumë goditjeve që kam marrë në jetë, edhe goditja do të kaloj tash te Nora, se edhe goditja e jashtëzakonshme për mua në atë kohë, në atë moment, se ma vonë kam dëshuar mendje, kur morëm vesh se Arab Nora do të lindë, ne kemi ditë vetëm me një
me një diagnozë, jo me dy, se atë janë si motra. Këto dy diagnozat janë si motra, shkojnë bashkë. Po ka raste ku nuk shkojnë bashkë. Ne kemi menduar vetëm është shpina hapur. Te sistemi nervor në fund shpinës e atakon sistemin nervor ajo hapja. Ma vonë kur lindi Nora e morën vesh që ka edhe ujë në kokë, hidrocefalus, dhe ishte vështirë shumë për neve. Për mua sidomos se unë shpresova, ishim në Zvicër, shpresova se jeta ime vështirë mori fund. Edhe ja nisa me punu, ja nisa kisha ndërmend me studiu, kisha ndërmend me bë diçka më shumë në jetë, se kisha kapacitet. Me lindjen e vajzës, çdo anë rushu. Dhe filloi një jetë tash këtë tjetër. Një jetë që unë jam tash i lumtur që kom përjetu. Tash unë falenderoj Zotin që Nora na ka zgjedh neve si prind. Gjithë që është zakonisht e vështirë me shpalosë këtë histori, po e vlerësoj shumë lartë këtë forcën tuaj dhe për të marrë më të bukurën nga gjithë kjo jetë kaq sfiduese, kaq e rëndë. Unë në fillim vitet e para kam jetu vetëm për vajzën time. Nuk kom mendu fort as për fëmijët tjerë, nuk për djalin e madh, Arbin, nuk kom mendu as për nanën më shumë. Jam fokusu që Nora t'i ketë gjitha, që Nora t'i ketë mjekët për të mirë, që Nora t'i ketë çdo gjë. Për shkak se kam mendu dhe kam besu, ma vonë që me të vërtet Nora i ka zgjedh prindë vet, prind më të fortë, dhe tani ne duhet bëjmë për Norën, vetëm për Norën time. Ka qenë i gabimi imi, apo joni, se kështu kemi qenë dytë neve, edhe gjatë një vizite zakonshme verore në Kosovë, ne vishim 4 herë në vit në Kosovë. Nora e dënte shumë Kosovën, me 5 vjet ajo kuptonte shumë nga jeta, me 6 vjet 7 mas luftës më njerë. Dhe gjatë një ditë të zakonshme në Korëzot 5, një gru e mesme, e moshuar nuk mund themi ju afru Norës, dhe me fjalët e nanave tonat, cilat nuk e dinë se ato fjalë janë të dalën nga zemra, por e prekin fëmijën, tha, o sa gjuna, po sa e bukur qenka, po koka sakat. Edhe ajo e kishte se ju dhimt. Nora e kuptoj, në fillim qau, mandaj me pyetje, tha, na dojmë shku me njëherë të shtëpia, Stalmon Pej, tha, po kam një pyetje, bab. A ka fëmijë me karrocë në Pej apo në Kosovë? Unë s'po shoh asnjë. E boni atë pyetje të cilës nuk ju përgjigja me njëherë. Ma vonë, thash, Norë, ka sigurisht, po ndoshta nuk kanë karroca. Pyetja dhe përgjigja ka qenë kthesa e madhe në jetën time, që unë të mendoj më shumë, kur një vajzë 8 vjeçare mendon për tjertë, e si une, që i thon vetit shumë i dishëm, mendoj vetëm për vajzën time. Fillum të hulumtojmë, të marrim informacione se si është gjendja më të vërtetë e fëmijëve në Kosovë. Dhe këtu fillon çdo gjë. Nora ishte kategorike që kursimet e saja përdoreshin që në fillim për projekt humanitar. Ne kishim një mjek të shtëpia, atje i themi mjek shtëpie, mjek familjar, këtu më duket i thoni ju mjek familjar, ne i themi mjek shtëpie në Zvicër. Edhe ja spjegova mjekut të shtëpisë atë bengën e Norës ku erdhëm në Zvicër. Ai tha, kam një ide. Tha, do t'ju shkruaj 71 mjekve i ka kantoni Solothurnit, më rrethin. 71 mjek që i ngjehaj. Dhe ja u shkroi një letër shumë bukur, një letër të jashtëzakonshme. Dhe e ka shumë 71 dhe e ka shpërnda. Edhe institucionet tjera u ka shkruar, edhe fondeve tjera u ka shkruar. Ishte viti 2000 mos gabojm 2005. 2007, 6, 5, 6, 7, kështu ka qenë ajo grumullimi i mjeteve, pas sa kom harru tash, do të me këshygat letër. Ajo letër ka qenë një jashtëzakonshme. Ju kanë përgjigj, kemi bërë një fond të hatashëm financiar. Kemi fillu me një fond që lakmime na marr. Dhe ka fillu puna jeme. Në për gjitha depot e sigurimit invalidor. Në Zvicër
është sigurimi invalidor, i thojnë IFAU. IFAU i ka depot e veta, ku karrocat e përdorura, dhe për shkak se fëmijët rriten dhe kalojnë karrocë tjetër, kanë drejt mas 2 vjetit ose 3, varet spe zhvillimi tyne, e dorëzojnë karrocën që e kanë përdorur dhe e marrin karrocën tjetër që përshtatet për nga mosha dhe mazia. Dhe unë i zbulova vendet ku janë, në fillim kanë qenë shtrajt pak, se kanë menduar që bëj biznes, por unë e regjistrova shoqatën këtu në ministri dhe mandej i dërgova aty edhe fotot edhe listën e fëmijëve që presin për karroca. Kemi fillu me 120. Për një muj ditë kemi shpërnda 120 karroca vetëm në Podojevë, në komunë Podojevës me rrethin. Për me lënë përshtypje, për me qenë një bindu si jem në rrugën e mirë, në rrugën e drejtë, ishte dashuria e madhe e njerëzve ndaj neve që punojshim këtë drejtim. Respekti madh që më bë mu nga këtë qyteti Podojevës. U mur vesh Podojevë nuk ka qenë e madhe, tash është më e madhe pak. U mur vesh se një pejon po i vizitoj fshatat dhe po i dorën karroca për fëmijë dhe të rritur, po zakonisht për fëmijë dhe të ri. Dhe mandej neve kishim vetëm fest, Emira. Neve kishim fest të shtëpia. Se unë bëjsha foto në atë kohë. Nuk kanë qenë hendit kaq të avancum, po kur shkojsha kisha plot foto. Dhe fillun edhe thirrjet në emisione ndryshme, RTK, niste nish në televizionet në atë kohë, e bëjshim, qëllimi ishte, nuk ishte qëllimi që unë dale të tregoj se çka bëj, se unë ja kisha obligim fëmijëve të Kosovës. E kisha obligim nga Nora, nga ai qëllimi im si fëmijë që të ndihmoj. Ishte arsyeja pse merrja ftesa dhe pranoja ftesat ishte sensibilizimi i kësaj çështje. Emina ka shumë thuhet, unë të aty të bën pyetje se ka shumë thuhet, unë s'di monal. Po vetëm do të dëgjoj, pyetje do bëj shumë pak dhe jam duke ndëgjuar historinë tënde me shumë koncentrim, sepse kjo është ajo që dua më shumë të servoj publikut. Pra është kjo qenia humanitare të jesh pranë të tjerëve dhe duhet shumë forcë, duhet shumë guzim, sepse njerëzit sot sikur po e humbin pak këtë dashurinë mes njëri tjetrit. Dash më pak duhet qëllim shumë i pastër të shërbesh njerëzve pa asnjë lloj interesi, ashtu siç keni bërë ju për kaq vite radhazi. Gjevdet, sa vjeç është Nora tani? Nora i bën nesër në javë i bën 31 vjet. Si është jeta e Norës? Si kanë qenë jeta e Norës tash shfrytëzorasin ta përshëndes Norën se është në një spital, në një klinik, një qendër edhe spital edhe qendër rehabilituese. Është në kantonin e Lucenit, në Notville, është e specializuar në ndër të rrallat në Zvicër ku kryen disa operacione të jashtëzakonshme aty dhe mandej fillon edhe faza e rehabilitimit për shkak se Nora e pati një absces, cilën o dosht me menjenu në qytetin e lindjes në Soloton, dhe mandej operacioni i dytë i mbylljes varës se ai absces shkaktoi një infektim bukur të madh të mishit me thellësi deri në 5 cm gjys e ka prek dhe ashtin pak, për fat nuk ka bë dome, dhe Nora tash duhet të qëndroj për një 2 muaj, domethënë për një 2 muaj duhet të jetë e shtrirë, pa shumë lëvizje që varat të forcohet, të shërohet më së pari dhe të forcohet dhe të integrohet mishi i ri tash, që është lëkura e re aty, që të integrohet me lëkurën e vjetër ose me lëkurën me pjesë tjera të lëkurës dhe ajo të ketë lëvizje masi. Jeta e Norës ajo është në karrocë, por hapja shpinës ka ndikuar që Nora të ketë një ndjeshmëri deri te gjujt, por ajo nuk është pajtu me këtë jetë, ka bërë 4 operacione të forta dhe i ka fucu gjujt me pllaka shumë të forta të mira që vetëm zvicran din t'i bojnë, dhe ma vonë me fizioterapi, me ushtrime të jashtëzakonshme, është në gjendje me ndihmën e shinave, ne ju thojmë shina, në moment s'po më kujtohet si shqytojnë shqip, po janë si shina, dhe këpucave speciale, me i ban 15, 20, 30 metra me shtaga. Do të thotë qohet vetë, edhe pse nuk i nin, kam të ngujet e poshtë, prap është shumë e fort në pjesën e epërme, në kofshat e epërme, dhe në krahor është shumë e fort, dhe për nevojat veta
mund të shkoj t'i kryjnë punë vetë. Me moshën 13 vjeçare ka qenë e pavarur. Shumë pak është desh me një mu. Gjitha punët në banjë i ka kryj vetë. Nevojat e veta i ka kryj vetë. I kryjnë vetë hala. Edhe gjithashtu, kjo është sa përket diagnozës. Kurse kështu Nora është aktive shumë, aktive në shoqat, ajo shkruan letrat, ajo din mirë me shkru, se ka lindë atje dhe e ka kryj edhe një zanat të vogël. Dhe tani punon kohë pas kohe, 2 herë në javë, ka një herë 3 herë në javë, me nana dhe me fëmijë të vegjël, me nana të ardhura nga pjesë të ndryshme të botës, që janë të integruara në shoqërinë zvicrane dhe organizojnë lojra për fëmijë dhe ju ndihmon nanave se si të integrohen këtu dhe si të arktojnë fëmijët e tyre, për shkak se vijnë nga Afrika, nga pjesë tjera të pazhvilluara. Nora vazhdon me misionin vet, punon pa pagesë, nuk pranon rrogë se e ka rrogën nga sigurimi invalidor dhe nuk pranon pa tolla tjera, e bën atë punë me qef. Gjithashtu e don shumë Kosovën, vjen me gjithë qef në Kosovë, e don shumë muzikën. Nora po t'ishte pak të diagnoze që i ka, do t'ishte një valltare e jashtëzakonshme për shkak se lun me dur aq bukur dhe i ka hije, që thojmë ne, sa edhe është shumë e buzëqeshur. Është e dashur, i dën njerëz. Është shumë e buzëqeshur. Na jep shumë fuqi, na jep shumë energji. Pika të shkurta kjo Nora, ka shumë thuhet për Norën, por pika të shkurta. Si kanë qenë këto 30 vite bashkë me Norën? Sigurisht që nuk mund t'i përmbledhim gjitha, po cilat kanë qenë momentet që tu se nuk di kur në jetën time? E kuptoj pyetjen perfekt, edhe është një pyetje jashtëzakonisht e mirë. Shkurt i bi. Mu më ka ndryshu. Mu më ka bërë njëri më të mirë. Padyshim. Leçi më ka bërë njëri më të mirë. Mu dhe nusën teme. Na ka bërë më të mirë. Na ka bërë më të fortë. Tash, para mendoje, kam vizitu vetëm në Kosovë, parafërsisht 6.000 familje për 22-3 vite. Po ka dhe shumë në Maqedoni, në Shqipëri. Unë tash e kam tjetër qasje ndaj nanave. Këto do ta ceki patjetër. Një respekt jashtëzakonshëm për nanat që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara. Përpara, unë kam qenë i lirë, edhe jam një që kam lexuar shumë dhe nuk i takoj atij grupi që s'lexon, kam lexuar shumë, por nuk kam qenë shumë i hapur. Tash me një respekt dhe me një kënaqësi bisedoj me nanat për problemet e fëmijëve tyne, për dëshirat, flasim tani për fëmijët me aftësi të kufizuara, për dëshirat e nanave, por gjithashtu dëshirat e fëmijëve. Dhe mundohem me një bisedë 1 orë, 2 orë, aty ku shoh që është nevojshme, aty ku shoh që nanat apo kujdestarët e atij personi vujnë shumë, kanë fituar ndoshta smuj mendore gati. Mundohem që për 2-3 orë apo mendimin e ndonjë psikologu psikologe që kemi një bashkëpunim të mirë që t'ju ndihmojmë edhe në aspektin social. Për shkak se ato nana që janë të mbyllura shpesh me fëmijët e tyre apo që janë të kufizuara, ato kanë nevojë për dashuri. Ato kanë nevojë për përkraje. Si nga familja, po nga shoqëria. Kur aty mungon përkraja, kur nuk ka mirëkuptim dhe dashuri nga rrethi vet më i afërt, atë është situata më e vështirë. Nora ka bën që unë me i kuptu vajzat cilat janë në karrocë. Të flas unë për dëshirat e vajzave që janë në karrocë. Është pak e rëndë, por do flas të fjalë. Edhe ato kanë qef me dashuru. Bile, te ato është dëshira dhe më e madhe, për shkak se është friga që kur nuk do t'i dashuron kush. Në botën e tyre ka fantazira ndryshme, po shpirti i tyre është i bardhë. Dhe po ta dishin shumë djemë të ri që janë shëndosh se një vajzë në karrocë jep më shumë se sa
5 pa karrocë. Dëshonte situata, por I kuptoj ata se fregohen nga karroca. Ne jemi freguar nga karrocat. Jemi freguar, nuk I kemi pa me sy të mirë, I kemi lënë anash, I kemi anashkalu. Kurse me forcën e Norës, se po lidhi këtë me Norë, me forcën e Norës, e cila ka luftuar dhe kundër kësaj dikurie, edhe e cila edhe vetë ka qef të dashuroj, edhe vetë ka qef me gjetë ideal nesër mësisi, me pas jetën vetë private, nuk dëzohet kur. A thom, na që jemi shnash. Ne jemi shumë largë. Na s'kuptojmë kur gjo. Na nuk e dim jetën. Ka sfida kjo jetë të pas zbuluara, sepse nuk tentojmë t'i zbulojmë. Këtu dola pak një grim nga tema, po është kjo që I përket edhe Norës, edhe shumë vajzave tjera, cilat I përshëndes, ka shumë vajza, sidomos komunës së Podeves, cilat kanë qenë anëtarë të shoqatës derisa me vitet tona kanë ndihmu dhe dikur janë feju, janë martu, I kanë përcjell nga shoqata me këshillat më të mira dhe me dëshirat më të mira dhe unë nga këtu I përshëndes me gjithë zemër. I kanë sikur çikat e mia. Unë secili si thom çika jeme. Se I du shumë. Një mesazh është zakonisht I bukur sepse në këtë botë meriton çdo njeri të dashurojë dhe të dashurohet. Por emisioni Zgjohu ka një qëllim, ti motivoj njerëzit dhe përmes këtyre mesazheve unë uroj që ta përcjellin atë energji që pa marrë parasysh atyre sfidave me cilat po kalojnë, njeriu duhet ngritet dhe ta jetojë jetën deri në fund të jetës së tij, sepse ne gjithë në këtë botë kemi ardhur për një mision të caktuar pa marrë parasysh fatin që ne kemi të ndryshëm në mënyrë individuale. Pra, arsyeja pse do ndalem të gjitha sfidat është që ti motivojmë njerëzit, sepse njerëzit nganjëherë sa të pak që kanë ndonjë sfidë dorëzohen. Edhe kjo kur nuk duhet jetë një opsion e që të ndalesh. Të ndalem pak gjithë tek momenti më I vështirë që e ke kaluar në jetë. Që dhe sot, kur e kujton, thon. Po. Unë kam pas shumë momente të vështira në jetë, shumë me qindra, po as nuk ju jap rëndësi. E kam një moment që ju jap rëndësi. Një moment ku unë ka mund të ketë një ndarje përgjithmonë nga realiteti, nga një ndarje psiqike, ka mund të jetë, ka qenë qinta të sekondës në pyetje. Ka qenë momenti kur kam marrë informacionin se ne do ta kemi një fëmijë me nevoja të veçanta. E ordit 1 muj para lindjes, 2 muj para lindjes. 2 muj po të sigurt. Vendimi ka qenë nga Fexhi, nuse e me Fexhi, I thojmë Fexhi, kështu ka me Fexhi, I thojmë Fexhi. Fexhi ka thonë, unë e maj, pa tjetër, s'ka diskutim, edhe unë thash, pa diskutim. Por, unë, kur ajo më tregoj, erdhë nga mjekja, nga mjekja e shtëpisë, edhe më tregoj se kështu është. Në fillim, e mora si qetë. Mas 2 minuta dola nga dhoma. Ishim refugjat në Zvicër. Refugjat. Dola dhe shkova në salon. Ishim me 2 familje tjera. Dhe gruaja e shokut tim e kisha dhe tafërm pak familje. Më pavë se unë nuk e kam ma ftyrën, ngjyrën e ftyrës. Kjo është para 31 vite tash. Nuk e kam ma të njëjtë, isha boj bardhë. Edhe syt, aja më tregoj mandej se syt nuk ishin ma normal. Kom arrit me I thonë, lume, është tepër rëndë për mu tragedi, çështu ka ndodhë. Edhe kom ka pyet në dorë, ajo në shpejtësi do I ftoft ma ka qitë. Veç pak ku I ftoft. Edhe më ka ofru nga ofër, tha, lutë Zotit. Ky është momenti. Por pastaj ti vazhdove prapë. Më kaloj për 1 minutë. Besimit të Zotit dhe të vetvetja. Të Fexhi. Se do t'ja dalim, ja kemi dalë.
ka qenë, kjo sigurisht ka qenë rezultat i jetët shtirë, me shumë sfida, si thojnë tash, me shumë sfida, me shumë momentet shtira në jetë. Dhe kur mendova se i kalova, se jam në rrugë të mirë, se e nisa me punu, gjeta një punë, edhe me i pagu borqet, që këshim bërë borqen në Kosovë, me i pagu, ndodhi një goditje ranë, por tu koncentru, të mendu se ndoshta Nora i ka kërku këta dy prind më të fort. Edhe atë qëllime që kisha me ndihmu njerëz. Ja fillova të ndihmoj vajzës temë kur i bani një vjet ty. Momenti më i gëzueshëm që ka lidhje me Norën, po ta përmend tash momentin më të gëzueshëm ta lidhi me pyetjen tuaj, është kur Nora për herë të parë ul në karrocë manuele domthon, me veç i gra manuele. Fezi nuk pat zemër, nuk pat shpirt me ardhë në të villë. Tani në klinikën e njëjtë ku është tash Nora, aty është kompletu karroca e parë për Norën. Dhe ajo tha, jam shumë keq sot, nuk jem bashkë mirë, shko ti. U dike kishim termin për karrocën e parë, edhe ish ajo karroca shoqja e jetës Norës, që do ta përcjell. Këtë kohën kam vozit, po s'kam qenë aty. Jemi him brenda, na ka prit në mënyrë të mirë, na kanë prit, thanë karrocën s'onë më sot, po veç do ta provojmë sa pi pëlqen, se do t'jam përshtatim ngjyrën çfarë do Nora. Kemi jep mjësit ngjyrën e kemi bë diçka. Por provojmë. Nora është me ato karrocat e vogla. Nora ka pas përfësisht 4 vjet. Do shta 2-3 muaj pa i bë 4 vjet. Në ato karrocat e fëmijëve, të bebave, po pak më e madhe. Nora është e vogël me 7. Edhe e kam marrë, kam qitë në karrocë. Si ul Nora në karrocë. Veç e ka këshyrë një herë majtës djofës. Ka fillu me usjell me ta. Një posjeshje me zemër, me shpirt, wow bëjke, wow babi sa e bukur, wow babi, edhe e pash Norën për herë të parë një jetë me komplet çliruar. Nora se kish asnjë gim kompleks se kur është ul, për kundazi. Aq shumë e deshti atë karrocë, aq shumë u mishnu me karrocën, sa edhe une më kalun sikur me hek një perdë, më hek perdja, edhe isha i lumtur. Ma i lumtur në jetën time kam qenë atë ditë, kur Nora e pashe kjo nuk e ka problem karrocën, do ta ketë shok tjetës, do ta ketë Mercedes apo favet tjetës, edhe dhe sot e ka pas edhe ka, nuk e ka problem karrocën, as pak. Vazhdum me karrocat, vazhdum me jetën, edhe këtu ku jemi, mos e pa kenë, thojnë, anej nga Rogova, mos e pa kenë, kjo histori e Norës e neve, kjo histori e mija fëmijëve tjere, tritureve, vjetërve, që unë do të isha i varfër, shumë i varfër. Ata që e kom përjetun, mas lindjes Norës, dhe në ditën e sotit ku jem këtu, nuk ka pare që e pagun, nuk e jepi për asë gjan. Edhe me më thonë, a kështë ndru këtë jetën, kështë thonë jo, se kështu është një vendim ma i nelt, një forcë ma i nelt, se sa une, se kështë ndru, tash nuk e ndroj ma. Edhe pse, për një thut Norës, i kësha jep menda sekunda këtë që kam. Po që shumë të emocionum, që vdet edhe një të kohë për shumë një njeri që ka brituar shumë dhimbje, shumë dashuri, shumë sakrificë, sot je dhe shumë krenar, pa dyshim me vetën tonë dhe me forcën tonë për me te i kalu gjitha këto situata. Ju keni prekur edhe shumë terene në Kosovë, keni pa me qindra, fëmijë që kanë fatin e njëjtë si të Norës. Na tregon të një rast, në të një eksperiencë që të kanë ngel mendje, ku ke qenë dikon prezent? I kam shumë, i kam disa të veçanta, të përmeni 2, për shkak se kohës.
Ermina the që ke shumë emisione. Unë kam zhvillu shumë intervista edhe ma don kamerën, ma don emisionin, por është hera parë, do shta i kam bo do vjetë tash edhe kam ma shumë emisione, nuk e di, veç është hera parë që është me të vërtet hera parë që menoj aq fejl në temë, komplet me shpirt. Kjo është arsyeja. Me Ermina ti mu ma dhe një forcë, se kam qef, kam dëshirë të madhe edhe të rritë bisedoj, po sidomos të intervistohem nga një person si ti. Dhe kjo është arsyeja se unë menova tamam me shpirt. Jo me saju. Po ato i thash ngjarjet ashtu si kanë qenë, nga shpirti dulen. A të them diçka shumë sinqerisht që emocionume jo më zakonisht vonë. Në këtë karrikë kam pas me mira njerëz që janë ndoshta edhe shumë intelektual, që janë fytyra shumë publike, po ndoshta përballë historive sikur kjo juaja, unë ndihem shumë e vogël. Kështu që ose jam e nderuar që e intervistoj një person si ju. Unë e kom pas dëshirën e madhe, më ardhe dhe jë marrë 5 vizër. Me të vërtet, nikosisht kemi zhvillu një projekt që kemi për çdo vit për festat e Bajramit. Kemi disa familje man qef që i dojmë edhe që ka nevojë më shumë, mundohem pak ata fëmijë t'i gëzojmë me dhurata ndryshme. Por arsyeja e ardhes është arsyeja e ardhes jeti. Edhe kam vendos edhe atje ku kam qenë, po edhe rrugës që me fol pak, me qit pak. Me qliru pak, edhe ja rritëm qëllimi deri tani. Rastet, mos të harrojmë. Unë kam aq shumë, po rasti i parë, pikërisht i pari është të herët më interesant, po ishte rasti një ndër më të rëndë këtë gjatë 20 viteve. Ishte me një fshat komunës Gjakovës, se nuk bën me dhënë emra, kam të ndalum. Po komunës Gjakovës, një vajzë 7 vjeçare kish pësu aksident dhe ishte diku 10 vite mbyllur. E mbyllur komplet, nëse thamë mbyllur. Çka është më e keq që nuk e kishte kujdesin e duhur nga nana. Aja nanë një gru shumë e hishme, e madhe, kishte 5.000 tjerë. Ata ishin, do them originalin, mbasi do këto emra, atë nuk dihet kush është. Ata fëmijë e kish vesh, e kish rregullu, e kish pastru, ata ishin sikur dukati. Neve na udhëhoqi te dhoma në çosh shtëpis, një dhomë e tërë e mbyllt me perde ku ndërmonte erë. Vajza 17 vjeçare e shtrirë, e pa pastrume. Ishte rasti i parë imi në Kosovë, kjo është problemi. Por unë kisha përvojë në Zvicër me këta të ri, 17-18 punësha me ta. Dhe mora veten, ju afrova. Ku ju afrova, nana e saj mendonte se vajza e saj nuk reagon. Tash ajo reagoi me mu, e pat një fuqi të jashtëzakonshme, i qeli syt, edhe më përshëndeti me nxje, o e dita si më thot Mirdita. Ishte jashtëzakonshme ajo Mirdita saj vajzë. I fola mirë, janë ngrita jastakun pak, edhe thash, a guxoj me të prej komën me të prej. Komët. Unë e pash se ajo ka pak fuqi në kom, nuk është komplet pa fuqi. Edhe u gëzova shumë, se e dita si ka më ullë karos, e dita si kena me qitë me shëtit, e dita si pak kom i ndihmu një jetë, shka po. Dhe dulem, ka dhoma, e mbylla dhe me qëllim mos me digjuaja. Thash ti, non, thash mashallah, pas ka falë zotit madhe të mirë. Boni. Thash, edhe këta thmit, për pas ke vesh në bukur, thash, ti je none e zakonshme, po. I po më nona, tha. Thash, unë nuk kam drejt në shpitane,
me të bo diçka ty. Thash, me pa mujt me pos drejt. Thash, isha shëndru në ta burat e para 50 vjetë 60. Thash, një ideja këtë malë të kësha. Thash, qështë vjetë tërpre. Qika jote po vjen era me tishat palame. Me komplet është e papastër. Këta që i kishnosh, është tajnë këtë pastër. A ka faj ajo që ka shkel kjerin rrugë? Është fajtore, ajo që ka shkel kjerin rrugë? Tha jo po, thash, bele. Thash se e shkruaj një raport në organizatat për mbrojtjet e fëmijëve. E shkruaj një raport, edhe kam drejt me shkru një raport. Thash si, edhe në malë më shku s'kini ku me hi, se ftyrë s'kini me pas me dalë rrugë. Thash do të vi mas një mujve me shoqen teme dhe me qikën teme. Ta vizitojmë, ta këshyim. Edhe mas një mujve s'kish bo kur gjoku me diçka. Na morëm tesha me veti, na morëm, ja sigurum karocën ma të bukën që ish, e morëm me qitëm ja, shëtitëm, krejt, ma hala da në rrugë mi pa. Ma sa viteve, a qenë e a zakonshme aja rast, e a zakonshme. Aja ka vdek mas 2 viteve, por asaj ka pëtësu dëshira me dalë në barë. Unë ja dhash një pare, të letrës, herën e parë ku e qitëm karosë, ja dhash një pare më shkun të gojna bashkë, mi pasa e parë, nuk dhe kemi marë. Aqë sinqert, vajza. Dhe vazhdum. Rastin e dytë kisha po djevë se ishte fillimi, dhe po, i kom majtë men rastet e fillimit, kom shumë rastet trana. Po, me një familje në njoftun si një nanë qikën e vete me në krah e qënë të miku. Në krah. E ka qikën 8 vjeç nanë. Edhe na shkum të derë. Ku shkum, doli burri madh. Rafshtë një hema i manë sonë gati, që është të më dëkë, me kapush të bardhë. Burë tipik shqiptarë. Për jo me ato zakonet e dugagjinit. Qajnë e ka dani? Veç e këm lagu pak shtu pëzit, majde, ma në shëj rrugën, hina me anda. Ku e ka shumë ta? Ashtë ka shkaj në salon, drejt salon tonin. Tha, zguzëm i hiqë ashtu e tash, shka dush bën ti? Nuk ka problem. Unë e thashim ka shkaj. Hina me anda, në kërë djathë të këm patë, vajzë. E kam kujshi një vajzë me diagnozë të njëjtë, po kam shumë raste me të njëjtin diagnozë, dhe i di me njëherë momentit e para e shoh cila diagnozë është. Hinja i buri tha, kjo nuk din ku qohë. Kjo din ma shumë se te one. Nuk për zgjati fort, ju ku ma fru, të ja prek, ty thonë osa bluze mirë, o kështu, jenisim me busqesh, ku i thash, a ka mundësimi të i prek flakt? Boni jo, kështë e flakt e mija, zbam i prek. Thash, po i pas këtë bukra, po syti, pas këtë shumë atë bukra sa nusa jeme, ku me pa pas, nusa jeme sytë cukur ti, e kësha dashtë të 100 herë, e shtina me kesh, e shtina edhe në mbledhen, një 50 aty u bon, me gra, me qika, me krejt. Unë e nisa mi lujtë rolin tam që e kisha ushtru mirë, që e disha, që kisha kry edhe shkollë për ta. I thash, krejt qikat edhe krejt djemët, që një shoqet që doni këto, marë nga të me jetash për një moment. Thash, ka zënë kush lunë mas shumë të i kush e merë me dalë jashtë. Thmit ishin pafajshëm, por ishin pa informum, e nuk dishin se si du të mos jelë, se s'kish aty kur far shonse, kush mi di mua sa i vazhe. Me lonë qash aty edhe kry. Qika e agjës. Tha unë e luj, tha shpeshta, po nuk po muna, tha ajo nuk po di me folë. Thash, hadi zajme këtë të une. Thash, shërë. Thash, edhe kjo ka qef me folë. Thash, por nuk mundet me folë. Nuk mundet ja spjegova. Thash, a ti ku të rritësh ku të bosh me e madhe? Ku të shkon shkollë, ta kujnë shkollën, edhe ku të bosh e madhe. Qa ki qef me bo? Po thonë, kam qef me bo mjeke, tha dhe ku të bona mjeke, tha kam qef me gjithi djartë mjë më martu. Thash, okej, thash, shumë. E ti, edhe unë tha kam qef me gjithi, i nuset mjë një djartë tjetë, tonë ishin afra, të shpije madha ja. Thash, qysh me ndani ju? Kushtu të më ndimu juve me gjithë të? Mete. Thash, Zoti, kim Zotin ta po, ne besojmë, i nojë me krejtë. Thash, Zoti i fuqishëm, maj madhin botë. Thash, ju një mën juve, nëse ju, luni me të vajzën, se s'ja përmenjere, se s'ban. Dola pe atyit, me një përshtypje që ja kom bërë shumë shokë e shoqe. Ja dham një karocë e një
dy thos teshat, mirë për qika, ma të mija që eksistojnë, patën fat. Ajo u bo me tesha, u bo me karroc, u bo me ata thmit e këshyshin më ndryshe. Plaki, si plak krejt, po pithon plak, lët e ti së kur tua tash, thëke, pash zotën, thëke mu, bëma halal. Inshallah, dhe lypja. Po përmeni rast e mo. Se ka shumë natyra ndryshme. Po ndoshta edhe një për përmendisim. Edhe një shumë shpejt edhe një, se shumë i rëndë. Dy vllazën afër fshatit tim të lindjes. Se kisha ditur në që janë ata që ekzistojnë 2 kilometra larg meje. Dy djem bukurosha, 23 vjeçar, 19 vjeçar. Të shtrem tokë, pa mundësi daljes nga dera. Nevojite një karrocë shumë e madhe, se ishin gjatë ata, jashtëzakonisht gjatë. Nevojite karroca, e mirë edhe, çfarë karroce? E gjeta një karrocë të vjetër kështu, po të jashtëzakonshme, me lkur, si krevet që bëhet me 3 shtirje, shtirja e parë, e dyta, e treta. Ata kishin nevojë për shtirjen e tretë. Gati si krevet. I muri me qitim jashtë. Njoni pi tyne, Rameti po shpirti, thonë se kanë degdët, e qënë gishtin trekus, nalt dhe ma prek gishtin tam dorës, se unë i kisha dorën nga të dorës ti. E këshyra në shpejtësi se e dita si ka reagim. Edhe e këshyri me një busqeshje, me këtë fuqin që kish, me buzë të leviti faleminderit, se i qitëm jashtë, e pan, mas 2-13 viteve, e pan natyrën edhe njëherë, ish pranverë, maj, ata u gëzun, nana e vetë i ratfikt, nanës tyre i ratfikt. Se si kish pa fëmijët e vetë, sidomos atë djalë, të reagu për 9 vjetë, 10 vjetë, qysh na tregoj ma vonë. Ishim me TV Dugaxhinin, dhe e ndërprej me misionin, nuk murëm, ishte e rëndë, ishte stashtëm e lam, i thëm, e anullum, për shkak se ishte tepër e rëndë, ashtë e rëndë, dy djemë, 2 shtyllat shtëpisë, dhe ishte shumë e rëndë. Unë jam shumë krenar. Pse jam shumë krenar? Se më ndihmoj Zoti me i gjetë karrocat aty në djemë. Ata vdishin mas një kohë. Janë këto edhe këta që nuk kanë dek, po jetojnë në rrit tash, që unë kom pas rast me njoft, kom pas fatin me njoft me ndihmu, po unë e kom bo vetëm mundin tem. Unë vetëm mundin e kom bo. Kanë qenë donatorët, mos të hym hak, kanë qenë donatorët. Të fillu për shumë mjekve Zvicran, të vazhdu me shoqata ndryshme Zvicrane, të vazhdu më ndaj nga dal edhe 10 vjetë të fundit, se duhet të përmend një familje. Ka shumë që më kanë ndihmu, po një familje që prej fillimit, dhe në ditë të sotëm, ata vazhdojnë me më përkra, nuk më lojnë me dalë në penzion. Familja Ismaili nga Kumanova, cilët jetojnë punojnë në Bellah të Zvicrës, kantoni Soloturnit, ata janë besimtarë shumë plaj, por neve nuk e kemi lidhë me fej, për shkak se nuk bëjmë dallime me fëmijëve, për shkak se ndihmojmë fëmijëve të nacionalitete ndryshme, me ngjyrat ndryshme, fëmijët janë të pafajshëm, fëmijët janë, duhet t'i falenderoj ata për ndihmën e madhe që kanë dhënë, edhe kur ju ka shku puna mirë në garazhin e tyre, atë janë automekanik të njohur atje. Kam pas rastin takoj shumë Zvicran, se ta na kanë ndihmu, dhe ja kom shpjegu, po jo kështu si ty. Jo kom tregu se një karrocë në komunën e Podojevës, para 21 vite, tash po banë, me një fshat, kanë dalë krejt mahalla, krejt lagja, me pa karrocën edhe fëmin karrocë, se s'kishin pa karrocë. Një djalë i ri që tash është burr, më tregun se shkon nga e fshat 7 km afër Podojevës, në Gjuj, dejnë Podojev, në Gjuj, vetëm mësë me ndajnë shpi mrena.
Dhe unë drejtohem nga e fshat dhe fati madh ishte sa i doli nga deja në gjuj, me dur dhe me gjuj. 20 vjet fiksi ka. Në atë kombin tam që ishin një 15 karroca të mira, klasit parë. E kom qelë xhamën. Shoq thash, ka po shkon kështu. Tha le më së muc. Le tha më së muc lem deri te tam. Nalo pak prit. Më sokon më mirë një karrocë mi pas. Jam të prit që 6 muaj. Handikosta jam të prit që 6 muaj. Pritja jote, pritja stanë jeri funi. Kime zgjedh karrocën. Një kimi pas për mrena në shtëpi, një kimi pas për qytet dhe një kimi pas për aborë, se kishte aborën pa rregullum. E kisha një karrocë 2 vjetër, sukata Mercedesat 190 para 30-40 vjetë, edhe karrocën i kisha para 30-40 vjetë, shumë e fortë. O gëzu për stepri, jashtëzakonisht o gëzu, mas 30 vite kom pas rastin mbi taku, këtë vit, domethënë vitin 2006 e kom takuar djalë tash burr. Ja bëj një telefon udhëheqësit të ndikosit. Kam 6 muaj ditë pret një fëmijë i cili i ri, ai është 17 vjeçar. Një i ri i cili me gjuj i ka prish gjujt të shku në këtë herë, se s'mund më najt mena. Tha ku po i gjonti, është origjinali çka po them. Telefonata është origjinale për shkak se është ai fëmijë që ai riu që sot do burr e ka një telefonatën, kam qenë afër ti. Ku po i gjen tha këto raste? Veç deshta me tërgu. Se mes për pakon t'in karot që je, nërshishim daun e ti. Ju e montoni emisionin, nëse është kjo, së është e mirë për emisionin, hekle, lene një bisede jonja, nëse mendoni që ja vlen, qitne unë nuk kam problem, unë e thash para kamerës. Këto ishin rastet 3 bana, këto ishin rastet e mira, rastet që vonë me emocione ma preke zemrën dhe mu, po me të vërtet, ndoshta shikus në falin, zgjohu është të zgjohën ata që kanë fëmit mrena, ma fësit kufizume, të zgjohën ata cilët i kanë kujshi, të zgjohën institucionet, të bojnë edhe pak ma shumë, të zgjohën njerëzit dhe t'ju ndihmojnë në çdo aspekt tyne. Emisioni e ka titullin më të mirë që mund të më kështu. Zgjohu është diçka e madhërishme, e hatashme. Kurse një kompliment për zamës, për shpirtit tam, e mira ta jap ty. E Zotit ka ditë me të falë kaq të bukur, edhe me shpirt kaq të bukur. Faleminderit shumë. Vlerësoja zakonisht shumë. Që vërtet ne arritëm në fund të këtij emisionit dhe pas gjitha këtyre emocioneve, këshillave, historive tua të jashtëzakonshme që i ke ndarë për audiencën tonë, unë të falenderoj shumë, sepse ndoshta ti kemi hapur pak plagët, po për vetëm qëllim që sot ti motivojmë gjithë njerëzit. Kështu që unë të falenderoj dhe t'jam binjollëse gjithë jetën që sonte ishe me ne. Falenderoj shumë. Kam pata kënaqësinë e zakonshme. Janë nimëri emocionesh ku kam marrë pjesë, janë nimëri intervistash në radio. Kështu i hapur, kështu t'ja dalë në për shpirtit, jam mundu që ta fles një gjuhë sa ma të kapshme për gjithë. I falemderoj shumë, po thëm nemen të atyne fëmijëve të trive që ju kam ndihmu, që ju kemi ndihmu, që i njohim ne, ju falemderoj për shkak se ne çdo gjë që e bojmë për sensibilizim që është tyne. Çdo gjë që e them që t'ju bëjmë diçka mirë, bëjmë diçka më shumë për ata. Kam kënaqësinë dhe pata kënaqësinë time në emisionin juaj. Nuk jam hiç pishman, besëm, jam i kënaqur, jam i lumtur që 2 orë gjysmë bona pipe deri këtu, që u mundova shumë, i kam harru. Faleminderit shumë. Na kem të du. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues, ne kaq kishim për sonte, shihem të mërkurën tjetër me po kaq histori të bukura dhe reflektuese. Natën e mirë, mirëmbëjtje.